mëngjesit. Mirë se keni ardhur, ju ftoj të bëhemi gati për ta filluar shërbesën sot. Kënga me numrin 125. Jepni lavde, 125. Ju ftoj të ngrihemi në këmbë për të filluar dhe ta adhurojmë Zotin së bashku. Mirësinë tënde, për dashurinë tënde, lutem Perëndin bekoje këtë kohë së bashku, lutem Perëndin që ti ta marrësh nderin dhe lavdinë për çdo gjë që do të bëhet. Në emrin e Jezusit lutem. Mund uleni. Kënga tjetër, kënga me numrin 7, Zoti më zgjodhi. Kënga me numrin 7. Trashtim ta
Mirëmëngjes gjithëve, mirë se keni ardhur sot. Ja di Zotit që kemi mundësi të këndojmë edhe të adhurojmë atë. Ndërsa është muaji që kudo përmendet dashuria, sidomos bota ka një ditë që ka qef ta festojë, por si thoshte gjysha ime, ja hangër një ditë, çfarë do hangë gjithë vitin. Kështu, dhe ne kemi nevojë për dashuri çdo ditë, edhe ne jemi këtu si produkti i dashurisë Perëndis. Jetët tona, familjarët tanë, bota që jetojmë, gjërat që na duhen, gjitha nga Zoti. Dhe dashuria e Perëndis është çdo ditë. Sikur zgjohemi një ditë dhe mos ketë më oksigjen, çfarë do bëhet? Sikur zgjohemi një ditë dhe ky topi i madh ku ne jetojmë, të marrë kot. A gjë çfarë shpejtësie rrotullohemi, kemi thënë, përmenda pak javën e kaluar, sa është universi dhe ne prap nuk e ndjejmë. Si na duket, sikur nuk lëvizim. Këtë apo jo? Çfarë mrekullie ka krijuar Zoti, sa i mirë është, sa i dashur është, edhe tullumbacat sigurisht edhe zemrat janë për të kujtuar dashurinë e Perëndis, për të motivuar pak. Është interesante se si gjithë ata që bëjnë këngë në botë, bëjnë filma, bëjnë këngë bukura, edhe fjalë shumë bukura, por prap nuk e kuptojnë kollaj dashurinë e vërtet, që është dashuria e Zotit. Tjetër gjë është edhe ne që vim kish, një pjesë mund të jemi besimtar në Krishtin, mund të vim rregullisht, dhe pyetja është, a e kuptojmë vërtet dashurinë e Perëndis, sepse produkti final, kemi lume që merret me rrobaqësi dhe na ka ndihmuar javën tjetër kanë mbylljen, çu keni javën tjetër. Gratë do jetë një shërbes ku do kemi edhe disa vlerësime, ka qenë bekim për ndihmën, por produkti final i një veshjeje është që ta veshësh. Produkti final i fjalës Perëndis ose matematikës për shembull është rezultati duhet dalë sa e ka vënë mësuesja dhe ajo është, po themi, shkencore. Dhe për fjalën e Perëndis, produkti final është dashuria. Luaj si duash, shko ku duash, Zoti na do çdo ditë. Edhe kur ne gabuam, kemi thënë Perëndia është i shenjtë, po të vi si gjykatës, ne kemi mbaruar komplet këtu. Për atë Zotit kemi një avokat tek Ati, që është Jezu Krishti, i cili dha jetën për ne. Dhe Zoti, edhe kur ne jemi të dobët, të rënë dhe jo të përsosur, na dha një dorë. Kështu që mos e humni dashurinë e Zotit, rrituni në Biblën, rrituni në ardhmën kish, por gjitha këto nuk janë të rritemi të dim shumë dhe çfarë bëjmë ne. Dhe bëjmë dhe disa programe. Janë të rritemi në dashuri, dhe do flasim pak më shumë sot. Dashuria e Zotit te Kolosianëve 3:14, përmenda një varg me të rinj, është ku i thot Pali Kolosianëve, i thot, por mbi të gjitha këto që ju thash, folja i shumësime e gjëra, vishni dashurinë. Sepse dashuria është lidhja do thot kyçet, ose pjesët e i thash biçikletës, duhet lidhet. Mund të kesh gjithë pjesët, ke Biblën, vjen kish, shikon, dëgjon, këndon, por të duhet rritesh në dashuri, ajo i lidh të gjitha. Dhe është tema që të gjithë vuajnë, është tema që të gjithë kërkojnë. Pse kërkon njeriu vëmendje? Pse kërkon vlerësim apo jo? Pse kërkon ngrohtësi? Pse? Sepse jemi krijuar që të marrim dashuri, por dhe të japim. Kështu që Zoti këtë bëri për ne, dhe kush njeh më mirë Zotin, në vargun Manitës, Perëndia është dashuri, ai dhe vargu është i dashur, por është dashuri. Ne kemi nevojë të marrim ke burimi atij dhe ta shfaqim dhe do jemi më të lumtur edhe më me paqe në zemrat tona. Gjithashtu një vajzë ka pasur ditëlindjen, dekorin në fund e kemi surprizë nga ajo që ka pas ditëlindjen. Pjesën e tullumbaceve aty që mund bëni ndonjë foto. Është Maria, e cila e kishte prokurë po iku në punë, edhe në shkollë. Nëse të punë është, por iku do t'i këndonim, kështu që na ngjelet t'i këndojmë sot, dakor? Me që na solli dekorin se s'e këndonim. Si më duhet? Ti ka Maria sani. Ja mos e Maria. Sumurime për ty, sumurime për ty, sumurime për Maria, sumurime për ty. Shëndriqin të tjera, 122 besoj, më shumë.
Ja këndojmë se aprishim asaj tani. Dhe gjithashtu kujtojmë që në mbrëmje kemi në orën 6 një aktivitet për çiftet e martuara, kështu që kush ka mundësi të vi, kalojmë një kohë së bashku, edhe inkurajimi, një rilidhje themi, dhe është një jetë jo e lehtë, familjet janë gjithkohë në sulm, edhe kur janë bashkë dhe kur përçahen, gjithmonë në sulmi presioni i arritjeve, presioni i kohës, presioni i rritjes, edhe presioni i egoizmit të secilit, kështu që kemi nevojë të lutemi edhe me çiftet, të kalojmë një kohë ndryshe. Dhe në fund kemi edhe, si zakonisht, janë disa që na bekojnë me disa çokolata, me një varg nga Bibla, që thotë ti je i dashur në Zotin. Dhe një gjë që po mësoj dhe mbylla dhe do lutemi është nëse kupton dashurinë e Perëndis, nuk do ndihesh kurrë se nuk të do njëri. Nuk do ndihesh kurrë i përçmuar, nuk do ndihesh kurrë i zhvlerësuar dhe kur ke këtë ndjesi, do jesh më dhënës, më inkurajues, më falës, më përulës, sepse e ke gjetur paqen Zotit. Dhe një nga arsyet pse kemi probleme është pikërisht se kemi gjetur mirë me Perëndin dhe me veten tonë. Je i dashur në Zotin. Pik, Zoti të do çdo ditë. Sheu dhe i shehu si ai. Të lutemi për nëna Iden, që nuk është këtu, të lutemi për nëna Lirin, aty Zoti na pati mundësi të vitet mërkurën, por sot nuk është. Edhe nëna Realtit, e cila kush e njeh Realtin është në spital, është shumë smur. Por ai tha u mundua të bënte një rrëfim për shpëtimin, tha po besoj te Krishti, por paktën është një shpresë, nuk e dim zemrën, por Realti kishte këmbulje në fakt, sepse njeriu kalon nga kjo jetë është shumë rënd dhe nuk vjen më. Që duhet ta mendojmë seriozisht për jetësinë. Le të lutemi. Zot, falenderoj Perëndi, falenderoj për këtë ditë. Falenderoj Zot për dashurinë tënde që është ajo që mban gjithçka o Perëndi. Që në fillim ti e krijove botën, krijove njeriun, krijove familjet o Zot, krijove shoqëritë. Nga dashuria që ti ke o Perëndi, se ti e burim dashurie dhe nuk ka se si mos derdhet diku. Falenderoj që edhe kur ne mëkatuam o Perëndi, ku secili endet në rrugët e veta dhe të harron ty, ti prap na deshe, dhe para 2026 vitesh dërgove për gjithë ne o Perëndi, birin tënd Jezus, se ti jep të jetën kryq, dhe të ringjallen nga dashuria për ne si krijesa të tua o Perëndi. Na mëso o Perëndi nga ky shembull, na mëso nga fjala jote o Perëndi, të rritemi të kuptojmë ato vargje që kuptojmë, i vëmë dhe në zbatim o Perëndi. Që dashuria jote nëpërmjet nesh të jetë e prekshme nga njerëzit, të jetë e dukshme, të jetë e ndjeshme o Zot, dhe vërtet kemi kishën që do ti. Ta ndihmon të mendojmë dhe për ata që nuk e njohin Jezusin, kemi mundësi o Zot lutemi për ta, shkojmë tek ata. Me kohë Perëndi gjithë njerëzit që janë këtu sot, prek zemrat tona o Zot, ndërsa do vazhdojmë të këndojmë, do mësojmë nga fjala jote, të lutem o Perëndi për Marin që kishte ditëlindjen, bekoj jetën e saj o Zot, dhe gjithë të rinjve dhe fëmijëve që kemi, ndihmoj o Zot kuptojmë dhe ta gjejmë vullnetin tënd në këtë jetë o Perëndi. Mos shkoj një jetë pa kuptuar çfarë do ti që të bëj unë. Kështu që rriti që t'japi kontribut, t'japin frymë të mirë o Perëndi, frymë perëndishme, dhe të falenderoj edhe një herë që kemi këtë privilegj të ndalojmë edhe të dëgjojmë nga fjala jote o Perëndi, jo nga mendja jonë dhe nga bota. Ty qoftë deri dhe lavdia o Zot, bekoj dhe gjyshit që përmenda, nëna Iden, nëna Lirin, e gjithë nëna që kemi këtu që janë paqefshme o Zot, që kanë sprova, lutem jepi shëndet o Perëndi, na ndihmo dhe ne t'i kujtojmë, jo vetëm kish, po edhe jashtë saj o Zot, dhe të falenderoj o Perëndi që na ke dhënë breza të ndryshëm, fëmijë të rinj, të rritur, edhe gjyshar o Perëndi. Na ndihmo ta mbajmë njëri tjetrin, të lutemi për njëri tjetrin, beko o Zot nënën e Realtit, që është në një gjendje shumë vështirë o Perëndi në reanimacion, e nuk i dihet se si do të shkojë, një jetë që po prek fundin o Perëndi dhe përjetësia është përpara. Që të lutem konfirmoj zemrën e saj njohjen e Krishtit, beko familjen o Zot, dhe ne sigurisht si njerëz ne lutemi për shërim, por e dim që një ditë do vi dita ku laku ynë do shtrëngohet plotësisht o Zot. Që na e paqen tënde, beko Perëndi edhe çiftet, na ndihmo të lutemi për njëri tjetrin, ta kujtojmë njëri tjetrin o Zot, në programe po e po dhe jashtë tyre o Perëndi, dhe na jep një zemër si jote o Perëndi, sa askush nga ne nuk e bën dot këtë. Që të lutem na inkurajoj, forcojmë familjet o Zot, edhe të japim një shpresë dhe të rinjve për familjet perëndishme. Ty qoftë nderi dhe lavdia, në emër të Krishtit lutem. Amen.
Kënga tjetër, kënga me numrin 4. Shikoni që dashuri të madhe. Shikoni që dashuri të madhe, ati na adhuroj. Shikoni që dashuri të madhe, ati na adhuroj. Sa që quhemi bijtë të Perëndis, sa që quhemi bijtë të Perëndis, me shpreh bekuar që presim ne, që i trimit tonë e shtojmë, të gjashëm me Zotin e ringjallur, fytyrën e tij do shikojmë. Sa që quhemi bijtë të Perëndis, sa që quhemi bijtë të Perëndis, çfarë do të jemi në lavdi akoma nuk është parë. Kur Zotin e shtrejtë do ta shohim, imazhin e tij do të mbajmë. Sa që quhemi bijtë të Perëndis, sa që quhemi bijtë të Perëndis. Amen. Ka ardhur momenti i ofertave. Do afrohen ty djemtë për oferta. Edhe do i kërkojmë vllaqimit që të lutet për ne. Le të lutet. Njërë Zot, falenderoj për këtë ditë, dhe falenderoj Zot për mundësinë që na ka dhënë për ta shkëkish. Në Zot ka kosh ofertat dhe njerëzit që do t'i japin ato. Mirë për Jezusin, lutem. Amen.
janë një mësues I ligjit, u ngri që ta vinte në provë dhe I tha: "Mësues, çfarë duhet të bëj që të trashëgoj jetë të përjetshme?" Dhe ai I tha atij: "Çfarë është shkruar në ligj, si e lexon?" Dhe ai duke u përgjigjur tha: "Duaje Zotin, Perëndin tënd, me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd, me gjithë forcën tënde dhe me gjithë mendjen tënde, edhe të afërmin tënd, por si vetveten." Por ai I tha atij: "U përgjigje drejt, bëje këtë dhe do të jetosh." Por ai duke dashur të justifikonte veten, I tha Jezusit: "Dhe kush është I afërmi im?" Dhe Jezusi u përgjigj dhe tha: "Një njeri zbriti nga Jeruzalemi për në Jeriko dhe ra në duart e kusarve, të cilët, si e shveshën dhe e bën me plak, u larguan dhe I lanë gjysmë të vdekur. Rastësisht, një prift po zbriste në atë udhë dhe, pasi e pa atë, kaloi në anën tjetër. Po ashtu, edhe një levit, kur arriti në atë vend, erdhi dhe pa dhe kaloi në anën tjetër. Por një far samaritani, që po udhëtonte, erdhi atje dhe kur e pa ju dhips. Dhe erdhi pranë, ja lidhi plagët duke derdhur vaj dhe verë, pastaj e hipi pikafshën e vet, e çoi në një han dhe u kujdes për të. Dhe të nesërmen, kur do të dilte, nxori 2 denar dhe ja dha hanxhiut duke I thënë: "Kujdesu për të dhe ç'të shpenzosh më shumë, unë do të t'i jap kur të kthehem." Cili nga këta të tre pra, të duket se u bë I afërmi atij, që ra në duart e kusarve? Dhe ai I tha: "Ai që tregoi mëshirë ndaj tij." Atëherë Jezusi I tha: "Shko dhe bëj kështu edhe ti." Ndojmë dhe këngën me numër 56, sa po jemi gati për të dëgjuar nga fjala e Zotit, kënga me numrin 56, kështu siç jam pa shfaqësi. Tre strofat e para. Ju rikujtoj celulare, se mundemi të kontrollojmë zilet, t'i ulim zilet ose t'i fikim fare. Më lartë vetëm e Gjora. Me mua arri më mirë e Gjora. Dje që ishte 14 shkurt, erdi me mamin me babin edhe sa më pa, mi që emocionohet një aj shumë. Por
Edhe një herë lavdi Perëndis që jemi këtu, sepse mund të mësojmë ç'është dashuria e vërtet, edhe çfarë tham, ç'është thelbi i asaj që kërkon Perëndia nga ne. Edhe ai pasazhi që lexoi Mirsa, është një pasazh që personalisht sa më shumë e lexoj, aq më shumë mësoj. Aq më shumë rritem në të kuptuarin pse bëjmë atë që bëjmë. Edhe Jezusi është manitës, nuk e di a sigurisht nuk gjen mjek më të mirë, të mençur më të madh, është krijuesi i botës, por edhe psikologu më i madh. Është ai që ndihmon edhe audiencën e tij të kuptojë me shembuj ekstrem. Faktikisht, nëse pat me vëmendje, ai është një shembull ekstrem, edhe çfarë mëson Krishti, diku po lexoja me këtë shembull ekstravagant në fakt, tregon supremacinë ose atë se sa e rëndësishme është dashuria. Dashuria është mbi gjithçka. Dhe të lutem edhe një herë para se të vazhdojmë. Perëndi bekohet edhe një herë këtë kohë, Zot, na ndihmo të kuptojmë nga mendja jote, nga zemra jote dhe jemi shumë të vegjël o Perëndi. Jemi shumë mëkatar. Jemi shumë pamundur të kuptojmë realisht çfarë do ti. Po nuk hapëm mendjen fillimisht, kuptojmë drejt fjalën tënde, dhe po nuk hapëm zemrën o Zot. Kuptojmë sa shumë na deshe, dhe se si na dhe jetën e përjetshme në anë sakrificës Krishtit. Na rrit në përulje, na rrit në sakrificë, jo vetëm në kish, por dhe jashtë saj, si shembulli i Krishtit që vetë ti o Zote, edhe që fryma jote o Perëndi të përçohet këtë botë egoiste, të botë krenare o Zot, të botë që i këndon më shumë se çdo gjë dashurisë, shkruan më shumë se çdo gjë për dashurinë, por vështirë se e kupton o Perëndi. Ku zemra thyen çdo ditë, ku atërmbetje ka çdo ditë, ku njerëzit nuk dinë t'i japin o Perëndi, sepse fokusohen të marrin dhe të kenë. Që na mëson nga shembulli yt o Zot, na jep pastaj paqen dhe gëzimin në zemrat tona, që zvaret fare nga situatat, nga smundjet, nga sulmet, por varet o Perëndi vetëm nga marrëdhënia jonë me ty. Na mbush në zemër dhe përdore këtë fjalë. Në emër të Krishtit lutemi. Amen. Mirë, ndërsa ndajmë disa çaste, po lexoja për konceptin e dashurisë, në fakt, është pafund, shkrime pafund, këngë pafund, poezi pafund, histori pafund, çdo gjë ka thelb dashurinë, dhe pavarësisht se bota ku jemi edhe ne pjesë apo jo, fokusohet kaq shumë, prap e kundërta ndodh shumë. Vuajtje, lot, trishtim, pasiguri apo jo, humbje dhe në fund fare, kemi thënë edhe rastin më të mirë që të kesh jetën e kulluar. Vdekja do të na ndajë nga familjarët, nga të afërmit. Është e frikshme, dhe prandaj them dashuria e Zotit shkon përtej kësaj bote, përpara dhe pas. Por kur mendon për konceptin e dashurisë, është interesante për fëmijët, për lexoja diku në fakt, kishte shumë thënie, tash do ngelim gjithë ditën këtu duke lexuar ndonjë gjë, po mendoj ja vlen të lexojmë diçka, si thoni. Lexojmë dy gjëra. Edhe po thatë jo, do t'i lexoj, po është interesante se si Krishti na tha mësoni nga fëmijët e vegjël. Çfarë vëmëre nga fëmijët? Kur them vegjël mund të jenë 5 vjeç, mund të jenë 3 vjeç, mund të jenë 10 vjeç, mund të jenë deri gati 16 vjeç, po i quajnë tani gati edhe 18 vjeç. Tani nesër, mirë të kalenda. Mund të jenë të shritur mosha e fëmijërisë me lojrat. Nesër se dhe ne 40 vjeçarë luajnë futboll, kështu që. Por çfarë do të them që Krishti tha i liti fëmijët e vegjël vinë tek unë sepse ata e ndjenin dashurinë e Zotit. Fëmijët janë shumë të aftë të ndjejnë dashurinë, por flet me prindër që kanë fëmijë të vegjël, tash 18 vjeç e poshtë po them. Ta ndjejnë si afron, si e shikon, si i flet apo jo. Kush më do, kush se ka mendjen fare tek unë, sidomos të rinj, po fëmijët po dhe dashuria është diçka që shihet, mund shihet në veprime apo jo. Dashuria është diçka që ndjehet dhe gjithashtu dhe shijohet. Dhe Zoti për këtë na ka thirrur që të rritemi në njohjen e Tij. Nuk na ka thirrur vetëm të kemi një institucion, të bëjmë sa programe që vazhdojmë dhe siç e them gjithmonë njerëzve që bisedojnë s'po mbarojnë programet, lavdi Zotit. Unë mendoj gjithë mund të rritemi në një dashuri të prekshme nga gjithë, po ku kemi ne aq dashuri që të preket nga gjithë, që të shikohet nga gjithë, që të shijohet nga gjithë, përveç se e kemi një shans.
po shkojmë tek dashuria e Zotit. Dhe shikoni që thonë fëmijët, sepse Jezusi çfarë tha një varg manitës për fëmijët. Prandaj përmenda, po nuk u plot si këta fëmijë të ligjën, nuk do të hyni në mbretërinë e qiejve. Fëmijë që të besojnë, fëmijë që duan ngrohtësinë, fëmijë që shkuan pas Jezusit. Dhe çfarë thonë disa fëmijë tani kur i kishte pyetur për dashurinë, disa me emra, kishte shumë, por a nuk e bën kjo dashurinë më të prekshme, më aktive themi, praktikiteti i tyre. Dhe ndonjëherë ne mendojmë çfarë do bëjmë ai gjë të madhe për Zotin, kemi një program shumë madh. Po, duhen gjëra të vogla. Thash jemi dje një kod për shef, kam ca çokoladë ke këta të rinj, ishte kjo Bounty ishte në spëgjeja kis. Sa kis. Spëgjeja dhe thash, po çfarë mami të ema se sa? Po çoja se një. Ai merr sigurisht, po në një moment që jemi namaz do i kish fisë mami është. Po çfarë është nga kisha? Të kujtuan. Disa kanë bërë një gjest i vogël apo jo? Dhe unë jam i kundërt i kësaj që po them, edhe unë jam kështu. Çfarë është kam asi? Por të kujton dikush. Ne jemi thirrur që të bëjmë gjeste të vogla për ditë kudo. Gjestet e mëdha le t'ia lëmë priftit e levitit. Që ishin tek samaritani mirë. Ata donin skenën, ata donin kur kishin programet, por Zoti Krisht na thot, a do rriteni si njerëz apo jo? Do rriteni me mua? Dhe gjithë kemi nevojë për vëmendje, gjithë kemi nevojë për gjëra, por Krishti është manitës. Dhe fëmijët shikoni sa thjesht thon sa gjëra, janë vërteta. Rebeka 8 vjeç thot, si duket në Amerikë është bërë kjo. Shqipëri nuk e di e kanë pyetur, edhe Shqipëri kanë pyetur besoj. Thot, kur është dashuria? E pyesin. Dhe Rebeka thot, kur gjyshja ime u sëmur dhe nuk ishte mundësi të përkulej, gjyshi e ndihmonte atë. Dhe kur ajo nuk lyente do të thonte saj, hajde gjyshja lyente thonte këmbën. Në dritës kujtoja lyente Gloria me Pertën. Gjyshi jo. Tani është gjyshi që ja lyen çdo herë, dhe kur ai vetë ka problem nga duart dhe artriti, prap mundohet. Dhe çfarë është kjo? Kujti bje mend, a u lynë, thojnë ta se lynë. Pra, nëna i ka qetë. A i gjyshi ashtu e ka dëshirën, ta ndihmoj gruan. Gjë e vogël fare. Deni 7 vjeç. Kur është dashuria? Deni thot, kur mami bën kafe babit, dhe provon pak vetë, në fillim, para se t'ja qoj ati, direkt mendova, qa që gjoja si ka me dhe helë. Sa ty që ka mëndja si shqiptarë. Thot, për t'u siguruar që ka shijen e duhur. Me shumë kafe, me pak kafe. Apo jo? A, e filluta nga shëtë, ja këto shembuj duhem. Tani, qa shembulli është kjo? Po fëmija, më i sinqert, kështu e shikon dashurin, shikon të gjestet e vogla, shikon të veprat e vogla. Dhe kjo është dashuria në fakt. Tjetër, Thomas, 3 vjeç. Unë do martohem me Elin, si shtëm të kalamajtë veqë, sepse ajo mban gjithmonë gjalp kikiriku. Ka janë të gjalpin e kikiriku, të ishte i vogël. Edhe unë e dua të arom gjithë jetën time, thot kjo. Janë vërteta, janë tamam thonjë të fëmijëve, kjo tamam romantik. Shpresojmë që t'i keni barë. Atisa 5 vjeç, thot, me përqej atë sepse ai është i lezetshëm dhe më bën të qesh, dhe kjo është rëndësishme për martesën, 5 vjeçare. Pra gjitha janë gjëra, po ta shohësh, janë gjëra të vogla, po të nevojshme për të pasur një jetë, për të pasur një marrëdhënie. Anonimi 4 vjeç, kishte anonim s'ka e. Unë nuk është se dua burr, thot, që ka gocë kjo, shpresoj. Por, çfarë do të por sigurisht që duhet pak ndihmë shpejt. Që ja, o tash ka dhe për ndihmë. Ka qenë një këngë Adriano Celentano, s'kino lavora, non fa l'amore. Për ambin që. Po është e vërtet. Noela 7 vjeç, kur i thua një djali, kur është dashuri pra, kur i thua një djali që të pëlqen bluza e tij, dhe ai e vesh atë bluzën e tij çdo ditë pastaj, se i ka thënë Noela. Tu më kujtoa gruaja kur takoheshin fillim sa dilja nga puna, nuk pyeste fare, ai ishte njëta bluzë,
A vija me djerë sa si vija. Pastaj normal, kur rri bashk, fillon edhe 4 kemi. Nika 6 vjeç. Kur është dashuria? Nëse do të mësosh si duash mirë, duhet ta fillosh me një shok që urren apo grindesh. Thotë që të mësosh të duash mirë. Pak po fillove të mësohesh të t'i qasësh të gjithë njerëzve, jo të biesh dakord me të gjithë, se këtë kemi gabim ne. Por t'i qasësh, kesh qëndrimin e dur, të hapësh një derë. Krishti mendoi ju qas gjithëve, sepse dha jetën për gjithë botën. Dhe është e nevojshme me këtë dashuri. Edhe me miqt që zihesh. Çfarë zihesh me vllajën me motrën, jo më me mikun me shokun. Billi, 4 vjeç, kur dikush të do, thot Billi, mënyra si ta thret emrin është pak ndryshe. Me Glorën e kemi kështu kur shkruan Aba, se Aba e themi që e vogël që i thoshte Perla, miqën kur shkruaj Aba e diun, do të thoshte gjë të mirë. Aba ku je? Ku lodhe? Kur thoa Gloria, i keni mesazhe, pyetën kodeshët, po, çka ka tani? Çka ka ndodhur? Merjen, 4 vjeç, kur qeni më lëpi në fytyrë dhe pasi e kam lënë vetëm në shtëpi gjithë ditën, kjo është dashuri për mua. Ajo do qenin, u kujtoi ai humori Pastor Majkut, humor amerikan, që ose mbyll gruan dhe i qenin në bagazhin e makinës 2 orë. Dhe kur kthehesh, i ke harruar aty, apo? E hap derën, kush do të përqafoj pari? Gruaja të dalin. Por, jo, e të qamë shumë nga kjo interesante, çfarë kafshë besnike është qenise. Dhe këtu shikon dashurin ky fëmijë. Dhe e fundit është Loren, 4 vjeç, thot, dashuri është kur motra e madhe më jep gjithë rrobat e saj të përdorura, ke parasysh që ka pa motrës, më në fund e mora ato që pëlqej, dhe ajo shkreta dy vjet për të blerë të reja për vete. Po ne shitet sikur lodhet ajo, do blej kjo, mi dha mua rrobat. A gëzon thotë që do blej të reja. Por ç'a tham? I thash të shembuj më shumë për të thënë prakticitetin e fëmijëve, dhe në fakt kisha i pami këtu, po s'pa kujtoj shimin, po t'jeti aftë kuptojnë mëndjen. Ja, po t'ishte gruaja të ma kuptojnë mëndjen, do t'a vinë dhe pamjen, dhe ishte një foto sot në mëngjes, që fëmijët janë të thjesht, fëmijët janë të gabushëm, sigurisht, por një gjë nuk e humbin dot. Kur e ndjen që ti afron, kur e ndjen që ti lutesh për atë, kur e shohin se çfarë fryme ke, shumë e rëndësishme. Ato gjestet e vogla që lexuam dhe tham, ashtu e shohin dashurinë ata, që lexova, po si e shohin dashurinë, nuk e shohin çfarë planesh kemi, çfarë do të bëjmë, çfarë thot ligji, ata e shohin në veprim. Dhe i gjithë ligji i Perëndisë në fakt. Për këtë është në fund. Zoti dha ligjet, 10 urdhrimet janë ligjet mbarbotrore, janë ligjet e para, në të cilat funksionon dhe shteti, e di që shtetet janë bërë shumë laike, por liria e besimit prap hyj te shtete që janë shtete themi demokratike, që të paktën kanë liri mendimi, se vetë Perëndia na ka vënë që të zgjedhim jetë, na ka krijuar të lirë. Dhe 10 urdhrimet janë ligje që ndihmojnë në mbarvajtjen e shteteve dhe të botës. Dhe sidomos 4 parat, sepse ato janë 4 që njerëzit duan t'i heqin. Duan të heqin andej nga vjen dashuria. Imagjino, duan të heqin burimin e dashurisë, duan të heqin burimin e suksesit në jetë. Duan të heqin burimin e përjetësisë. Kur vi dita e fundit do e kuptojmë sa rëndësishëm është fjala e Zotit dhe dashuria e Tij. Nuk e kuptojmë dhe ne këtu sa duhet. Ne këtu jemi ende në bazërave, çfarë do kapim, dhe e kuptojmë mirë ditën e fundit. Kalon jeta e përkohshme, fillon përjetësia. Dhe manice që këto 10 urdhrime, besoj duhet i dini përmendsh disa nga ju tani, apo jo, Biblën e keni, janë te Eksodi kapitulli 20, vargjet 1 deri në 17. Bibla thot ligji u shtua, sepse u shtua çfarë? Mëkati. Nuk u shtua ligji që themi shisjen bajon, se sa mban dot. Një ligj i dha. Fillim Perëndia Adamit dhe Evës. Një tek. Ja ku i ke, punone, mos s'ke puke pema e komshiu, s'kishin as komshi.
se pema aty, porque ajo nuk e punë. Pra ishte liria e zgjedhjes. Ishte që ta zgjidhin me zemër, me mendje Zotin, me fjalën e tij. Një ligj nuk e mbajtëm, do ç'a jemi ne, apo jemi më të mirë se Adami dhe Eva. Çfarë jemi ne sot njerëzit që të mbajmë 10 ligje? Dhe nga këto 10 ligje që është kushtetuta, kemi thënë, janë edhe shumë, po të lexoni Biblën, janë edhe shumë si quhen ridinene, ku diun, ëh? Akte në ligjore, bëjmë qikë profesionist. Pra, nuk mbarojnë. Ligji u shtua, sepse u shtua mëkati. Ligji nuk është për të thënë po e mbajte, jenë rregull. Nuk e mban dot. Po është për të mësuar që të bën mirë ta zbatosh, se po ndjek Perëndin. Por prapë nuk është qëllimi mbajë se nuk e mban dot. Parlamenti vet, thelbi në vetvete, parlamenti vet për çfarë është? Është që të përmirësojë ligjet në bazë të jetës. Keni parë ndryshohet një ligj, keni dëgjuar ndonjëherë? Nuk po them se arrim që ditën gjejmë lajme, po mbahet një ligj i mirë, ndryshon shoqëria, shtohet një ligj tjetër, mund futet një më i keq. Futet një ligj që i shërben një grupi, por nuk i shërben të gjithëve. Por ideja është që ligjet janë gjithmonë në lëvizje, përmirësim ose përmirësim, s'është vetëm përmirësim. Dhe kjo është kushtetuta. Ky është ligji themelor i njerëzve që duan të ndjekin Zotin. Nëse ti s'di shumë nga Bibla, kam vdekur njerëz që s'e kanë lexuar gjithë Biblën. Kam vdekur njerëz që kanë gjuar vetëm 3 vargje. Nëse ti do të dish çfarë është e gjithë Bibla, ta thjeshtojmë fare apo jo. Tani ky ka rrezik ky problem se thua çfarë ta lexoj tani ai kemi këtu dhe se lot rrugë. E pa ky është problem, se ti nuk po ushqehesh në Zotin, ti nuk po e kërkon Zotin. Por ku ta thjeshtojmë, e gjithë Bibla është në këto 2 grup ligje, apo jo? E para është në lidhje me Perëndin, ku ne dështojmë të gjithë, dhe prandaj dhe jeta ka probleme, sepse harrojmë që s'duhet kemi Perëndin të tjerë para Zotit. Dhe kemi thënë rreziku më i madh i qenit Perëndi është vetja jonë. Gjërat që bëjmë për veten. Dhe e dyta është mos bëj skulpturë ose shëmbulltyr për të përkulur para teje. Tu fillon që në zemër, këtë keti parë një për tënde. Çfarë plani ke jetë? Planin tëmë apo planin frymëror të Zotit, që nuk është vetëm kur jemi këtu, në programet, është i përditshëm. Ajo që ti bën, a e bën për lavdimin e Perëndis, duke qenë mirënjohës ndaj tij, duke falendëruar atë që të ka dhënë një vend pune, duke derdhur shembullin dhe dashurinë e tij atje. Dhe e dyta thotë, vjen mos bëj skulpturë dhe shëmbëltyr. Sigurisht ne nuk bëjmë gjithë skulptura dhe shëmbëltyra, por fillojmë bëjmë gjërat e jetës. Gjërat fizike që ndërtojmë, fillojnë ato bëhen Zoti ynë. Gjërat që do arrijmë, paraja, pronat, statusi, pozicioni. Dhe e treta thotë mos e përdor emrin e Zotit kot, sepse pastaj kur fillon munga pak këto dyja, fillon Zoti kështu, Zoti i bën gjitha, Zoti, disa thonë dhe shprehen pasha Zotin, që do jetë Zoti prej nesh, imagjino. E paçëm ose paçëm. Perëndia është për te dimensionit tonë. Dhe fjala Zot edhe në vende si kisha, edhe gjithë institucionet fetare kemi thënë është fjala më e shpërdoruar fatkeqësisht. Sepse nuk i tha kot izraelitëve në 10 vjetër, kujdes kur e përdor fjalën, e dini, se prandaj doli kjo. Fjalën Zot, është fjalë shumë e madhe. Nuk është fjalë për ta përdorur Zoti, gjithë Zoti, ne jemi të Zot. Çfarë tregon? Sepse është e rëndësishme çfarë tregojnë njët pastaj. Dalim ke historia që u lexua e Priftit dhe e Levitit. Që Krishti jo pa qëllim i mori, si njerëz fetar, dhe ai kapi rastin që ti normalisht duhet dish diçka. Por kishin humbur thelbin. E katra është mbajmë mend ditën e Shabatit për ta shenjëruar, një ditë një javë, siç bëjmë ne të dielën, të kujtohemi, të mblidhemi bashkë, sepse shohim njëri tjetrin, shohim ata që besojnë si ne, shohim ata që mbase nuk besojnë si ne, po dëgjojnë njëjtën fjalë për të ushqyer, për të rritur besim. Dhe këto gjitha janë urdhërime me Perëndin. Dhe jashtë të tjera kemi thënë, kjo si përsëritje, janë në lidhje me marrëdhënien me njëri tjetrin. Që thotë, ndero atin dhe nënën tënde, mos vrit, mos shkel besnikërim bashkëtorë, mos vidh,
mos bëj dëshmi të rejme kundër të afërmit tënd, mos dëshiroj gjërat e të afërmit tënd dhe përmend shumë gjëra aty. Këto dy ligje tani, besoj e dini që thjeshtohen në matematikë thjeshtohen zakonisht, matematikave. Thjeshtohen në 2. Dhe është ajo që lexoj mirë sa te Luka kapitulli 10, për rikujtojmë edhe një herë. Sa sens bën Bibla që nga Eksodi që lexuam dhe te Luka, që çfarë thuhet? Atëherë janë mësues i ligjit, studiues i ligjit, me titull. Mësues i ligjit, nuk i thoshe do deri këti nuk e di ligjin ti, zakonisht në atë epokë. Unë ngrit që ta vinte në provë, ja fryma e gabuar, që ti tregoj u këti, shohir çfarë thot ky. Gjë që vetëm Zoti e sheh brenda, nuk e sheh dot askush nga ne, as për njëri tjetrin. Mësues çfarë duhet bëj që trashëgoj jetën e përjetshme. Si shpëtohem? Si do jem një ditë me Perëndin? Them Zot gjithë ditën, vin kish gjithë ditën. E zëmë, themi që po them për ata që po rritën dhe kuptojnë nga Bibla ka pak. To, çfarë do të bëj? Trashëgoj jetën e përjetshme, është gjëja më e rëndësishme. Ku do kalojmë përjetësinë? Disa nga ne si kanë prindrit, s'kan vllajt, motrën, s'kan nënën, gjyshën, s'kan, po ikin njerëzit. Do na vjen në rradha. Dhe Jezusi i tha atij, çfarë është shkruar në ligj tha? Si e lexon ti? Do Jezusi është manitës. Nuk është vetëm flet, po i bënte shumë herë pyetje, që ti nxiste mendim, që ti ndihmonte. Sepse çfarë tha? Jezusi e dinte që ky i bëri pyetje tendencioze. Për ta ulura, për parë çfarë do thoshe, për të dukur i mirë, si sa diun, po diun për çfarë kishte ky. Po çon si ka? Jezusi tha, çfarë lexon ligji? Si është shkruar? Se ti mësues dhe ti i ligjit. Ti di mirë. O, diu, ja psi. Tani, ai duke u përgjigjur i tha, përgjigje më të saktë, më të mrekullueshme. Shmanicë. Nuk i tha gjithë ligjet me radhë, 1, 2, 3, 4, 5, apo jo, nuk tha edhe nenet, aktet në ligjore. I di Jezusi do? Se unë i di, se kam studiuar. Por edhe Jezusi dinte të ky, ka shumë mundësi ti dinte, sepse nuk merrje kot tash titull mësues i ligjit. Dhe thot, ai duke përgjigjur i thash, çfarë përgjigje manicëve? Sakt. Duaje Zotin, Perëndin tënd, me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd, me gjithë forcën tënde dhe me gjithë mendjen tënde. Dhe të afërmin, por si vetveten. Tani unë kisha gati këtë vargu, prandaj se pyeta, është Mateu 22, po i njëjti koncept. Duaj Zotin, Perëndin tënd me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd dhe me gjithë mendjen tënde, dhe të afërmin por si vetveten. Dhe Krishtet e Mateu 22:37-40 shton, nga këto dy urdhërime varet i tërë ligji dhe profetët. Të gjitha ato urdhërimet për Perëndin nuk janë që ne dim sa ligje, e themi i dim, themi dhe i mbajmë, ndoshta edhe në publik, po s'dim çfarë është dashuria. Nuk ka gjë më tragjike. Sepse kur ti thua ato urdhërimet, që ja po ecë edhe çik brapa, ti rikujtojmë. Kur ti thua, nuk do kesh Perëndin tjetër para meje, çfarë do thotë kjo? O, di që kam Zotin. Kjo do të thotë që ti dhe unë çohemi çdo ditë dhe themi, lavdi Perëndis për këtë ditë që më ka dhënë. Lavdi Zotit për këtë privilegj që më ka dhënë, ku di të shkoj në shkollë, në punë, apo të shërbej në shtëpi, në kish. Lavdi Perëndis kam një vend ku të kontribuoj të jap. Lavdi Zotit ai është i mirë. Na ka dhënë njerëz, na ka dhënë të qëllim në jetë. Jeta nuk është kaq bosh. Ti fillon të mësosh ta duash Perëndin, po si do e duash, por nuk lexove, apo jo, po nuk kuptove. Pra qëllimi i ligjit nuk është kush di më shumë dhe të tregoj që e mbaj më mirë, dhe ta din gjithë që unë di, por është të rritë çfarë? A më të jetë përgjigje? Çfarë të rritë çfarë? Dashuri për Perëndin. Qëllimi i ligjit është të mësosh ta duash Perëndin. E kam përmendur ndonjëherë për nënën me fëmijë, edhe nëna mund të mësoj dy gjëra, ora si ta mbaj fëmijën, si ta tun, çfarë të bëj, apo jo. Por pastaj nuk i thua, do japësh bukë, do japësh ushqim, do e veshësh ti, sepse nëna fillon për kujdeset vetë natyrshëm, edhe pa mësuar, me instinkt. Por ka nevojë të mësoj, apo jo, që të rritet, që ta dojë më mirë, i bie kështu. Fëmijën që ta mbroj më mirë, që ta ushqej më mirë, që ta ruaj më mirë,
Dhe të mëson ligji, që nuk e them unë këtë, lavdi Zotit e thot Krishti, ligji të mëson si të duash. Qëllimi final, kuptojnë apo se kuptojnë? Ose më një mësrim, mësojmë gjëra këtë. Kuptojnë apo jo? Të nëzisë. Pra është të rritemi të mësojmë të duam. Prandaj nuk ka frikë dashuria. Dashuria duhet të çdo ditë. Do të jesh i veshur me dashuri. Por që kur thotë në gjithçka keni dashuri, mbaroj fine më. Po s'ka atë s'porritë si duhet. Mëso ligjin, mëso vargje, siç i ngacmoj fëmijët e të rinj, po lej pralla përmendesh. Tani mëso të rritesh në të kuptuar. Dhe sigurisht lavdi Zotit na ka dhënë kohë çfarë? Na ka dhënë kohë të rritemi. Kush nga ne, unë para 10 vjetësh nuk i kapja kaq shumë të koncept. Dija diçka, okay, normal isha besimtar, ke nevojë të rritesh. Imagjino çfarë impakti do ketë brenda kishës për shkak. Imagjino aty ku jemi. Gjërat e vogla, lëre çan, Zot, mos e përdor po temën e Zotit. Çfarë shembulli ke punë? Çfarë shembulli ke lagje? Çfarë shembulli ke afërmit? Çfarë shembulli ke ku diun? Gjithë ne. Dhe s'ka gjë më se jemi gjithë me të meta, se jemi njerëz. Por rritu që atë që mëson, kuptosh që produkti final është të mësosh si të duash. Si ta duash Zotin. Dhe ju a them sinqeritet, kam lexuar herë të para këtë, por e besoj shumë Zotin, thosha, me logjikë me gjithë. S'di si ta dua. E keni bërë ndonjë pyetje? Nuk di si ta dua më. Po do ti duke thënë këto gjëra, duke dëgjuar mesazhet, duke lexuar, prit para sa i të do. Ai të jep bukë çdo ditë, jo vetëm ty dhe familjes tënde, gjithë botës. Ai të fal, ai të motivon, ai dhe kur je i rënë, del një rrezë dritë aty, ai vetë në frymën e tij ose një i afër, një mik, një shok, të inkurajon. Ne duhet të mësojmë ta duam Zotin. Ky është ligji themeltar që përmbledhet gjithë kjo. Dhe e dyta, nuk ngel me kaq. Se prapë me njerëzit jemi mjesha, duam për ne besojmë te Zoti, po çfarë duash? Jo, ti mëson të duash dhe të afërm. Ligji për njerëzit, apo jo, që pa nderohatjen e nënën, mos vrit, mos vjedh, mos të akmo gjërat e tjetrit. Është ligj që të rrit në dashuri për njerëzit. Ligjet e vendit për çfarë janë? Janë që ne të duam vendin ton. Nuk do rrihet ditën, çfarë do ligji tani, ta pres pemën apo ti ku fillon kupton ligjin, ku rritet tani ti e do, më thonë sa pemën, do trotuarin, do pastërtin, do njerëzit, do famshin, do ku diun, qytetin. Pra ti rritesh në një gjë që të bëhet diçka normale. Pse themi pastaj, çfarë kulture kanë atje ku ishim? Keni thënë ndonjëherë apo jo? S'po them se janë për sosme, jo. Sa pastër e banin, sa mirë silleshin, si të respektonin, prit. Ata mund të kenë mendime ndryshe nga ne. Ama ty të pëlqen dhe mua mënyra si të qasën. Nuk ka gjë me detyrim të botë. Ne duhet të mësojmë taktikën, se nuk takot Krishti, të zgjuar si gjarprit dhe të butë si tumba. Duhet të mësojmë të duam njerëzit dhe si t'i fitojmë, t'japim pak kohë, jo direkt për valli. Se është një shoqëri ku gjithë jemi në rrezik saj. Çfarë thot njëri? Jo, unë them kështu. Ne kemi nevojë të rritemi në qasje, kemi nevojë të rritemi në dashurinë dhe në frymën e Zotit. Ligjet janë që ne të mësojmë ta duam tjetrin. Dhe i afërmi, sa ishte tendencioz, nuk i tha, i afërmi është vllai jot, çuni, goca, vetëm këta. Sa ta janë të këqinjt ata. Jezusi tha, atë ku i afërmi, e mësove kush është? Doli Samaritani, që si tha i fëmia, të mësosh të duash atë shokun që zihesh, për shembull. Po edhe do zihen, po do Zoti të rritën dhe të mësojnë nga shembulli. Shembulli më të rriturit është më i fortë. Pa i të jetë një dorë, pa i të jetë një shembull, pa i të jetë një mësim që shkon edhe me frymën tonë, kur ai të inkurajon. Dhe ky është gjithë qëllimi i gjithë Biblës. Ku? Çfarë thamë? Produkti final është nga këto dy urdhrime, varet, kjo bëhet një tani, a bëhet një i tërë. Varet i gjithë ligji dhe profetët, që është ligji i madh dhe i mrekullueshëm dhe ajo rezultantja që Zoti do në fund. Zoti do që në fund të mbizotëroj kush? Dashuria. Pse? Sepse Perëndia i Biblës, i librit të parë të historisë, dhe që ne lavdi Zotit jemi këtu të dëgjojmë, është
dashuri, thot Biblia. 1 Gjoni 4:8 është po. Kush nuk ka dashuri, nuk e ka njohur, e ta njohë ligjin gjithë ditën. Nuk e ka njohur Perëndin, sepse Perëndia është në thelb dashuri. Ku ka lanj, ku ka varg më manitës. Dhe tjetra që kemi thënë, ku ka varg që ai ta fal borxhin në Krishtin. Por u shpëtuat falas me anë të gjakut të, çka ka këtu për të mos mësuar për dashurinë? Paktën për ne që jemi më të rritur të kuptojmë. Çfarë ka këtu? Vetë çka ka? Ka egoizëm ndonjëherë, kam gjërat e mia, kam të afërmin tim, vetja ime. Ja pra, që Krishti na mëson pak ndryshe dhe kjo nuk vjen brenda ditës. Prandaj të mos u shkuara unë, kur e lexoj kështu dhe i kuptoj dhe por i bëjmë kollajnë këta apo jo? Zoti na ka dhënë hir. Dhe ti do jesh i lumtur sepse ke gjetur paqen me Perëndin, duaj e Zotit. Atëherë do mësosh si ta duash tjetrin. Kur s'mëson ta duash tjetrin, nuk e ke gjetur ku duhet paqen me Perëndin. Dhe nuk bie ky ligj kur. 2 ligje, kush di shumë nga Bibla, dhe i tërë ligji i dashurisë varet e gjithë Bibla. Pra, në këtë kontekst tani, edhe pak kemi, duket se ecë më shpejt sot. Është kjo foto që e vura edhe në fillim, e kam vënë det mërkurën, miq në përjetësi, thash, kur kishim një ditë miqve, sigurisht jeta nuk është kaq e lehtë, s'është brenda familjes, se ti ke sprova, ke ndonjëherë konflikte, por produkti është si të motivojmë dhe të inkurajojmë dhe të mbajmë njëri tjetrin, dhe është vargu manitës, qofse su bindëm me atë nga këto varet i gjithë ligjit e profetët, kemi 1 Korintas dhe 13, çado që të bëni, Samaritani mirë prifti Levitit. Po s'ke dashuri, a ke profeci, a ti shumë, a çfarë bën ti, në kish apo jashtë dhe unë, po nuk mësove. Kesh dashurinë e Perëndis, nuk ja asgjë. Madje pari thotë se i cimbali që i muzikë ton, rreth kot. Sepse nuk ke frymën që Zoti do të përçojë. Dhe çfarë do të 1 Korintas 13, por tani mbetet besimi, shpresa dhe dashuria. Dhe to të trija, por më e madhe nga këto është dashuria, sepse ky është gjithë qëllimi thamë dhe produkti final. Tani në lidhje me urdhërimet që lexuam, ka shumë grupe njerëzish që mund të mendonin, por 3 janë kryesore, po t'i fusim 3 grupime të mëdha. 3. Të parët janë po fusim njerëzit që as nuk i bie fare në mend për ligjin e Zotit. Okej, ka një ligj, ma ekziston ligje, ke parasysh? Pas duan t'ja din, janë vrastës, janë vjedhës të hapur, po themi, janë njerëz që as duan t'ja din për Perëndin, kanë dhe ata jetën e tyre, por bëjnë mëkate të hapura dhe nuk pyesin, në shoqëri dhe kudo, po themi. Grupi i dytë janë ata që rriten në ligjin e Zotit, por çfarë? Nuk rriten në frymën e tij. Lexojmë, studiojmë, vim lavdi Perëndis, rritemi edhe nga pak, nuk diskutohet, por nuk rritemi aty ku na do Perëndia, ku mund t'japim maksimumin. Kemi maksimumin e potencialit ton. Dhe grupi i tretë janë kush janë? Janë ata që mësojnë të rriten duke njohur ligjin, apo jo? Dhe çfarë tjetër? Dhe në frymën e ligjit, që është dhe nga fryma e shenjtë, kur ne besojmë te Krishti dhe brenda banon në ne. Sepse jo vetëm pali, po dhe ligji vetë tregon, ligji vret, gërma edhe një, po erdhi Zoti sipas ligjit, nuk ka shans njeri. Sa i është totalisht i shenjtë, kush je ti dhe unë, thuash unë jam i mirë. Jo, ne s'themi ashtu, po mënyra si jetojmë si është. Je i humbur. Dhe vetëm fryma e ligjit, fryma e Perëndis, bëri të mundur që sakrificën që meritonim ne, e bëri Krishti dhe ai na dha edhe një herë një dorë. Që ne të kuptojmë nga dashuria e tij dhe të motivohemi, jo vetëm bëj dhe mëso dhe çfarë di, por të motivohesh dhe nga fryti i frymës. Pra janë 3 grupe të mëdha njerëzish. Grupi i parë që s'do t'ia di për ligjin e Zotit, grupi i dytë që rri, kupton që nga ligji e kërkon, por nuk di të rritet në frymën e Zotit, dhe grupi i tretë janë grupi që duhet të jetë në fat, ai që rritet në të dyja, dhe në fjalën e Zotit dhe në frymën e Zotit. Dhe shembulli unik që e pam ishte shembulli i Samaritanit mirë. Unë do e lexoj edhe një herë për ta rikujtuar se jo të gjithë e din historinë, por po japim edhe një herë të shembull. Pra mbasi
Po vjen dhe një pamje ilustruese. Basi u përgjigj sakt, mësuesi i ligjit apo jo? Përgjigje më sakt, 10 me yll nuk ka. Duaj Zotin, duaj e afërmit. Po ditë këtë, fitove jetën e përjetshme, sepse mos harroni, Krishti ende nuk ishte kryqëzuar, ende nuk ishte varrosur, ende nuk ishte ringjallur. Kisha në thonjza, besimtarët shkonin në tempull, kishin priftrin, mësuesit e ligjit dhe bënin ato, themi, ritualet e tyre, por jo që na shkuten ritualet, por lavdi Zotit, duke thërur qenjin, Zotin të na fali. Me shpresë që një ditë do vi shkëllimtari që ishte vetë Krishti. Dhe çfarë thot tani? Okej, tha Krishti, vargu 28, Luka 10, kur ai tha ati, u përgjigje drejt, bëje këtë edhe çfarë? Do jetosh. Përgjigje më e bukur dhe nga Krishti, më rregull, ai ke këtë në zemër. Ai ke në mendje. Bëhe dhe më rregull, çka? Por nuk e linte krimi atë. Sa ai o do nxirrte teorinë, o do zgjidhte çfarë mendonte ai, o do nxirrte ku interesonte atij. Është tragjike kjo, ndonjëherë duhet i lësh sa gjëra. Duan kohë njerëzit kuptojnë, duan kohë të ushqen, duan lutje, duan shembull. Krishti tha, jam rregull, ik. Por ky, duke mos e lënë me kaq, çfarë thot? Por ai, ja ku është, duke dashur të justifikonte veten, kujtoj dhe ju bisedoja në kohë të hershme pastor Davidin, në fillime, se pastaj do më bëre çik më sofistikuar, kuptoja ç'bëhej. Jo pastor, po kur e bën për këtë, nuk është keq, apo? Ose mos e kisha për këtë, se unë gjithmonë e gjej justifikimin për veten. Ju e gjeni justifikimin për veten. Gjithmonë ne si bëjmë këto, jemi kështu. Jezusi do zemër sinqert. Ai duke dashur dhe kjo është kulturore një rejona, faktikisht, po edhe e botës. Igor e rregull, duaj Zotin, duaj të afërmin. Bravo, përgjigje sakt, 10 yll. Jo, justifikonte veten ai. Dhe thot, kush është i afërmi? E fjallë, ata s'janë tanët, e ke parasysh? Do ditë i afërmi është ky që dua mua, që më intereson mua, rreti ngusht, sy ngusht, zemër ngusht, njeri ngusht, faktikisht jemi gjithë deri diku. Prandaj kemi nevojë të mësojmë nga shembulli dhe dashuria e Jezusit. Dhe thot, Jezusi u përgjigj dhe tha, një njeri zbriti nga Jeruzalemi për në Jeriko dhe ra në duart e kusarve, të cilët si e zhveshën dhe e bën me plag, u larguan dhe e lanë gjysmë të vdekur. Tani unë s'po gjej pamje të mirë, se kisha ca pamje kështu, që të lëndiseshin, por tash do fillojnë sa, çfarë ke bën aty? Po ta rrash dikë. A lësh gjysmë të vdekur, se ti ju ka lënë njëri gjysmë të vdekur, se di si do ishte pamja. Një tjeku më ranë kokë, mu duk veta sikur mbarova. E bën me plag, u larguan dhe e lanë gjysmë të vdekur. Rastësisht një prift, po zbriste në atë udhë, dhe mbasi e pa atë, kaloi në anën tjetër. Po ashtu dhe një levit, kur arriti në atë vend, erdhi dhe pa, dhe kaloi në anën tjetër. Por një far samaritani, që po udhtonte erdhi atje, dhe kur e pa, ka fjala që bën diferencën. Judhims. Po kjo kishte qëndrim. Dhe ata kishin qëndrim. Ata s'ishin në program. Programin e kishin kur shkonte ke tempulli. Këti judhims. Dhe çfarë ndodh? Dhe erdhi pranë, ja lidhi plagët, duke derdhur vaj dhe verë, pastaj e hipi mbi kafshën e vet, prap çdo gjë të vetën, sakrifica e vet, vera e vet, apo jo, vaj i vet, ja pastroi, ja dezinfektoi. Dhe e çoi në një han, e çoi edhe në hotel, dhe u kujdes për të, i la gjitha. S'ishte uar programi kjo. Ishte në rrugën e vet, edhe ky kishte hallet e veta, kishte punët e veta, ndaloi. Dhe të nesërmen, kur do të dilte, nxori 2 denar, nxori dhe lek. Imagjino tani është sakrificë e madhe, ndaloi, humbi kohën, humbi verën. Po di unë kisha për dezinfektim, apo për tapir, nuk e di. Humbi vaj. E shoqëroi. Shkoi ke Anxhiu në hotel, i gjeti hotel. Dhe çfarë i tha Anxhiu? Ja dhe 2 denar, i dha dhe para.
I tha kujdesu për të, i la dhe porosi, pra unë bëra që bëra, tani po ta lë dhe ty. Kjo është për te vetë, sa kupton, kjo është për te kush jam unë, çfarë ka punë, a duke unë, a do jem unë. Ky është Krishti, ky është besimi, qofse duam të rritemi në dashuri. I dha dhe para, dhe i tha kujdesu dhe për të, dhe ku mos jem, dhe që të shpenzosh më shumë, do t'i jap kur të kthehem. Dhe pyetja, çfarë do thosh ai tani? Çfarë do themi ne? Ne çfarë themi? Cili nga këta tre pra duket se u bëj afër me atij që ran duart e kusarve? Prifti, mësuesi i ligjit, Leviti që ishte ai që shërbente në tempull gjithkohën, unë që jam tu. Apo ai që u kujdes për atë. Jo, kujdesja, dashuria nuk është vetëm në një ditë. Kemi kishë një ditë, kemi një program një herë, i ndodh diçka dikujt, por kujdesa duhet e për diçka. Jo gjithmonë do takoj njerëz, unë takoj njerëz, gjithmonë ti takon. Po mund të lutemi, mund të jemi aty, mund të japim një fjalë, një vesh gjuhës, mund të sakrifikojmë diçka nga koha për të çuar dikë këtu atje, mund të japësh diçka edhe nga vetja, një lek vogël për t'i dhënë një dorë dikujt, sigurisht secili e gjen me zemrën e vet. Po po japim ligje këtu. Se kjo është marrëdhënia jote me Zotin, por kush ishte i afërm? Çfarë do thoshte? Mësuesi i ligjit. Dëshira e tij e madhe ishte të thoshte prifti. Se shkonin në atë kategori. Thoshte Leviti. Krishti nuk e njeh. Edhe një ne nuk e njeh. Ta duam njëri tjetrin. Mësojmë të jemi shem. Edhe të falim. Jo të gjithë i bëjmë to. Masë si për asnjëri nga ne to. Të mësojmë të rritemi. Pak të shohim veten tonë. Dhe ai tha, përgjigja, i afërmi është ai që tregoi mëshirë. Çfarë do thoshte ky tani? Do dilte nul fare. Thoshte jo, është ai, sa ai na jep ligjin. Çu do thoshte? E bllokoi Krishti, se do të ta bllokonte ky. Flasim këtë gjuhën që kemi qenë edhe të debateve, diskutimeve. Dhe ai tha, ai që tregoi mëshirë ndaj tij. Atëherë Jezusi i tha, shko dhe bëj kështu dhe hajde shi vetëm. Rritu një zemër tënde. Duaj Zotin. Dhe vetëm atëherë do të dish si duash të tjerët. Tani pyetje për ju. 3 grupe njerëzish tam, apo jo? Kush ishte grupi që s'donte t'ia dinte, ka kjo histori. Tani kujdes. Nuk duhet të marr gjithë pritrin besimtarë që s'ka lidhje. Ne biles duhet jemi model. Por kush ishte grupi që nuk donte t'ia dinte fare për ligjin nga ata? Kush e gjet? Nuk do të dhe t'ia për ligjin. Se jene çuditur. Se shkon andi. Të ndihmoj. Kusarët më kusarët. Kusarët pyetën a ishte, kush ishte, e sulmuan, e hodhën, e ran, mos vrit, mos vidh, apo jo. Duaj ta afër ku diun. Kusarët, pra ka njerëz që janë që se duan fare as duan aty për ligjin. Tani, ka dhe më të butë se kusarët. Njerëz që janë shumë sinqert atje në botë, po nuk duan ta gjejnë ligjin e Perëndis. Grupi i dytë, kush ishte grupi i dytë? Ata që kishin njohuri të ligjit, shumë të mëdhabiles, por s'kishin frymën e Zotit. S'kishin dashurinë e Perëndis. Prandaj nuk shkruan kot Bibla, ki dashuri. Mos keni frikë nga ato vargje. Po s'ke atë, s'ke asgjë. Mua Krishti dhe dashuria e tij mua personalisht, shpresoj dhe juve, na bëri të duam Zotin dhe të bëjmë këtë punë ose këtë shërbim, jo këtu vetëm ku jemi kishë, kudo që ju jeni. Ku ka dashuri kaq të madhe? Ky është gjithë qëllimi. Grupi i dytë kush ishte? Nuk keni frikë. Mësuesi i ligjit, po, prifti, Leviti, këta ishin që thelloheshin, mund ta mësonin, por nuk dinin shkretët. S'dinin sepse mësonin për veten e tyre. Vetëm për mendjen e tyre, për njohuritë e tyre, për interesin e tyre, për egoizmin e tyre. Prandaj lidhen gjithë ligjet dhe nuk thot kot Perëndia, është manice. Mëso pra, gjithë to që mëson tani, lëri teorit, mëso të duash, pra rezultati final është mëso të duash Zotin. Nga gjithë ligji që ti studion, që dëgjon në kish, që lexon në shtëpi, mëso si ta duash Zotin. Dhe nga gjithë ligji që studion për jetën, si sille, si fal, si madje që tregosh dashuri me njerëzit, duhet shumë vëmshuri, përulje, falje,
sakrificë, se pjesa e mirë pak njerëz janë, apo jo që ti dhe unë kemi që të dëgjojnë si thua ti, shumica e njerëzve janë të ndryshëm, është kështu apo? Kanë dëshira të ndryshme, kanë mëkate të ndryshme. Andaj duhet kaq shumë fryti i frymës. Mëso ligjin mirë, mëso Biblën, por që të kapësh çfarë? Rezultante. Të mësosh si të duash. Këtë na mëson Krishti. Dhe i treti, që ishte ai që dhe kjo është e bukur e këtu tani. Unë se di, a e lexonte ligjin ky? Apo se lexonte, këtu nuk thot gjë. Unë besoj, përderisa përmendi Krishti, duhet ishte një që samaritanët e dinin ligjin e Zotit, por kishin ndarje me judejt, është histori tjetër mos u kemi përmendur, kishin dhe konflikte dhe kishin ikur pak më larg fjalës Perëndis. Por në këtë rast, ky ishte samaritani mirë, dhe me emrin samaritani mirë sot janë ato pakot që erdhën për Krishtlindje për shkak. Që nisën e ka nisur si projekt në shumë vite. Ka spitale që quhen Samaritani i mirë, ka qendra që quhen Samaritani i mirë, që janë për të treguar dashurinë e Zotit nga njerëz që nxjerrin nga xhepi, japin nga koha, shkojnë tek njerëzit, siç mundon edhe ne sigurisht. Për një histori kaq e madhe. Dhe ky ishte grupi që tash aty nuk thuhet, Krishti nuk thot në këtë rast, se po bënte që mësuesi i ligjit kuptonte zemrën e tij, por ky ishte ai që shpresojmë dhe kështu duhet të jetë në fakt, që e lexon ligjin e Zotit, do ta mësojë atë për zemrën e tij, dhe që rritet, duke mësuar ligjin, rritet në çfarë tha? Sa di shumë apo rritet në dashuri. Sa më shumë son është si ligjet e matematikës. Nëse po e mëson si duhet, nuk ka shans. Ti po rritesh në dashuri për Zotin dhe për njerëzit. Ky është rezultati final i ligjit. Dhe ky shpresoj, kuptojmë që është ai që e studion ligjin dhe rritet të mësoj si të dojë. Jakubi ka një varg manitës që thotë më trego besimin tënd. Mos ta ngatroj. Me fjalët e tua më duket dhe unë do të tregoj besimin tim vetëm me veprat e mia. Dhe njerë pa thënë fare se beson, pa thënë fare Zot, mos e përdor emrin e Zotit kot, pa thënë fare se je i krishter, mund të jetë gjë që mund ta përdorin të leçët, po mos e fare. Për sa veprat mira, mbase do të kërkojmë më shumë të dinë, se ta mësuesi i ligjit nuk ishte budallak. E pakush ishte Krishti. Prit njerë ta pyes shik më shumë, ta zhvilloj. Që vepra do ta mundi dhe nuk e dim, Samaritani a e lexonte ligjin fort, është shumë e lexuar gjithu. Nuk thuhet këtu ky lexonte gjithë urdhrimet. Jezusi tha në fund çfarë tregon. Dhe ne gjithë mendojmë jemi krijuar dhe mbylla, ka që thoshte pastor Davidi në fillim dhe shumë pastor, ka kuptuar brava, ka gjë brenda njeriu që nuk mbushet dot. Dhe ne kërkojmë gjithmonë ta mbushim. Dhe qash, është ajo gjëja që ti të ndjesh i dashur, që ti ndjesh i plot, që ti ndjesh i vlerësuar, që nuk vjen nga gjërat, vjen vetëm nga dashuria dhe po të mbushi ajo, harron, do të di si t'japësh, do të di si ta tregosh. Që le të rritemi, është muaj më i bukur se sa për ta treguar, dhe çfarë tham, me gjeste të vogla, me përulje të vogla, me sakrifica të vogla, me altruizma të vogla, në vëmendje të vogla. Pa shkuar, si shkoi Samaritani pastaj, që la punën, por prifti dhe leviti dhe mësuesi i ligjit ishin mësuar në program. Samaritani e kishte pjesë të vetëm. Që le të rritemi, sepse në fund fare ne jemi thesari më i çmuar për Perëndin. Pse shkoto shpirtit ata, që ne të jemi një ditë me të, për të gjithë, jo për një grup. Dhe thesari ynë më i çmuar është prap Perëndia, sepse ai ka dashuri, dhe unë nuk e di si do jetë parajsa, por sigurisht do jetë manicë, do jetë pa imagjinueshme për ne. Shpjegohet si duash, Bibla është shpjeguar goxha, nuk e kupton dot frymën. Dhe lavdi Zotit për dashurinë e tij, nuk e di atë gjë besim më të vërtet, më të drejtë, edhe që të motivon pikërisht, mëso, po prit vazhdon të duash. Ligjet janë të mësosh të duash. Dhe unë mendoj gjithë mund të rritemi. Dhe kisha është në fund familja e Perëndisë, që ma përmendi licat më kurrë, të nga lica shtesë,
Tha, se bisedojmë pas mesazhit kështu, tha prandaj si familje prap. Në familje gjithë i duan gjithë, nuk heqin dorë edhe nga ai që sillet më keq, heqin dorë, kollaj. Edhe rrugë direkt fëmijën. Gruan burrin, lufton, përpiqesh, sepse është familje. Dhe ne kështu duhet ta shohim kishën edhe njerëzit e humbur. Kështu që lavdi Perëndis për dashurinë e tij edhe të rritemi në të. Mirë, le të lutemi. O Zot, falenderoj o Perëndi, që je kaq i mençur o Zot. Falenderoj për pyetjet që bën në këtë pasazh o Perëndi. Falenderoj për shembuj që përdor o Zot. Vetëm ti o Krisht mund ta bësh këtë në mënyrë kaq përsosur dhe të na bindësh në mendje dhe në zemër o Perëndi. Falenderoj o Zot që ti na deshe, që ti je dashuri o Perëndi, çdo gjë që e bëre nuk e bëre vetëm për ligjit, e bëre se ti na do, prandaj na krijove. Ai shumë na deshe, saqë duke ditur që do më katonin, prap krijove jetën o Perëndi. Vura aty luftën e bukur të jetës, të besimit. Luftën e bukur në fund për trofeun më të madh, që është dashuria jote o Perëndi, jemi me ty në përjetësi. Falenderoj për njerëzit që janë këtu sot o Zot, për vëllezërit dhe motrat në Krishtin. Ndihmo Perëndi këtë muaj ku gjithë kemi sprovat tona, kemi vështirësitë tona o Perëndi. Ndihmo Zot shohim me dashurinë e Krishtit. Ndihmo Zot mësojmë nga ky samaritan, të kuptojmë çfarë është besimi i vërtet, çfarë është njohuria e vërtetë e Biblës, cili është programi i vërtet, plani i vërtet. Shojmë pak më gjërë se sa një takim këtu o Perëndi. Që është mrekullim fakt, sepse erdhëm, dëgjuam, kënduam, ta adhuruam o Zot, takuam njëri tjetrin, u motivuam, po shumë pak. Kemi nevojë të na ushqesh o Zot çdo ditë në fjalën tënde, në njohjen e ligjit, duke u rritur drejt dashurisë për të dhe për njerëzit o Perëndi. Bëhet dritë jetën tonë për njëri tjetrin këtu. Ndihmo Zot që dashuria jon prej teje të shfaqet, të duket gjithkohon, të jetë e prekshme. Sigurisht do kemi sprova, aty duhet dëmshuria, inkurajimi, sakrifica. Na ndihmo ta shohim o Zot kishën si familje, të fokusohemi më shumë te jeta frymërore o Perëndi, tjera ti do i zgjidhësh, pak nga pak. Si do më kote o Krisht, kërkoni më së pari mbretërinë e Perëndis. Buka, veshja, muret, gjërat, janë dora dytë o Zot. Që të falenderoj o Perëndi për këtë shembull, dhe të falenderoj që kemi jetën e përjetshme për shkak të dashurisë tënde. Dhe ko njerëzit këtu, ndihmo mua të parin, po edhe njëri tjetrin të lutemi, ta kujtojmë njëri tjetrin, ndonjëherë dhe ta takojmë ata që si takojmë shpesh për t'i motivuar o Zot. Dhe gjithashtu të kemi po këtë shembull me gjestet vogla, në lagje, në familje, në punë, në shoqëri o Zot. Punë fare e tij që shikon zemrat dhe ty qoftë nderi dhe lavdia o Zot. Në emrin e Krishtit lutemi. Amen. Shumë faleminderit për xhimin, është fjalë e mrekullueshme. Në qendrimin e durrës mund të rritemi shumë, edhe djalli mos na mund. Do vi pastor Andi, ta mbyllëm me një këngë. Ju ftoj të ngrihemi në këngë, kënga e fundit, kënga me numrin 72, dashuri mbi dashuri.